Sot do ju jap të vetmin premtim që do mbaj për 4 vitet e ardhshme. Ashtu siç mbajta premtimin për 24 orë ujë, për mjekësi falas, për ulje taksash dhe për krijimin e 300.000 vendeve të punës, të cilin ne e tejkaluam sepse fal ikjes tuaj, fal ikjes së 700.000 shqiptarëve nga Shqipëria, u krijuan 700.000 vende pune. Nuk goja. Dhe premtimi i vetëm që ju jap është që mbasi t'i japin pasaportën shqiptare gjithë europianëve, në fund të 2030-s do japim pasaportën europiane të gjithë shqiptarëve. Kjo që shihni këtu, dashur miq, është pasaporta më e bukur dhe më e sigurt në botë. Për gjithë ata që janë socialist, pasaporta e re do dali 3 ditë pas aplikimit, kurse për ata që janë opozitar, minimumi është 6 muaj. Dhe më lejoni të ndaj me ju disa nga veçoritë e bukura se pasaportën shqiptare europiane. E para, në ndritat ultravjollës mund shikohen izoipset e Alpeve shqiptare. E dyta, kur hap faqen e parë pasaportës, përveç elementëve të sigurisë si mushbashili, ja ku kemi këtu një shqiptare nga Shëngjili, Fatbardha Kukumba. Përveç elementëve të sigurisë në faqen e parë, në faqen e dytë do keni foton e herojit tuaj kombëtar, mua. E treta, përveç fotos tuaj që është me element sigurie, do keni edhe filtra bukurie që mund t'i kaloni kështu dhe të zhdukni rrudha, të zhdukni puçra, të zmadhoni syt derisa syt t'ju pëlcasin. E katërta, faleminderit. E katërta, fal fletëve të sajt mpreta, me këtë pasaport ju mund prisni bukën, mund prisni mishin, mund prili fruta, perime, të lyeni bukën, të suvatoni muret dhe të ndërtoni të ardhmen tuaj. Kjo pasaport jo vetëm që do e hapi dyert e botës, por do e shpëtoj dhe jetën. Në qoftë se larg qoftë humbisni në det, ndryshe nga çdo pasaport tjetër që mbytet, kjo pasaport, duke shtypur këtë butonin e vogël tu, i del pipthi dhe mund t'i fryni dhe ta përdorni si komardare për të shpëtuar jetën. Dhe qoftë se larg qoftë humbisni në shkretir, mjafton t'i nxirrni pipzën e saj anësore edhe t'i pini longun kësaj pasaporte. Por edhe nëse humbisni në pyll, mund të karikoni celularin tuaj duke i fut fishën pasaportës dhe do keni bateri 24 orë. E gjashta, edhe nëse berberi juaj fal qeverisë tonë ka ikur në Gjermani, duke shtypur një buton këtu on-off, ju mund ta përdorni këtë pasaport për të rrujt e për të qeth e për të çfarë doli ju. E shtata, duke lidhur pasaportën me llogarinë tuaj bankare, ju mund të paguani taksat, ujin, dritat, ta përdorni si kartë krediti. Por kjo nuk është e gjitha. Ju mund ta përdorni pasaportën e re shqiptare europiane dhe për të shkarkuar dokumenta si hard disk. Mund të shkarkoni familjen tuaj si PDF, mund të shkarkoni fisin tuaj si PDF dhe për gjithë ju që flit, mund të shkarkoni dhe dashnoret tuaja në format rar.
Dhe fundit, sa asnjëherë nuk i dihet, kështu si ka ardhur këto kohë, edhe nëse në 2030 Bashkimi Evropian nuk do të jetë, ne thjesht do i ndryshojmë këto dy emrat. Nga EU, European Union, do i bëjmë UE, United Emirates, pra në Emiratet e Bashkuara Arabe. Se pa ju fut me i ven, nuk rri, se është burg, ase është nuk e di,